Çka konsideroni si ju ka formësu në fëmini, në rini tuj? A ka një personazh, një ngjarje që mendoni që e ka pas një efekt, si me thonë, determinus në jetën tuaj? 81. Keni qenë atëherë në Prishtinë? Jo, kam qenë në shkollë të mesme, 5-16 vjetë. 81 është mbamendja ime, racionale. Unë mendoj se pa 68, po është si rëfim, që janë kam dëgju për të tjerëve, o si takim me njerëzi, që kanë vujtë për 68, kanë qenë në përburgje, familje të anët e muma, ndërsa 81 është ngjarja që kam po vetë. Ka pas efekt edhe në Maqedoni, apo prej asaj prej Prishtinë, prej Kosovës? Sidomos prej Prishtinë, prej Kosovë. Më kujtohet, 81 djalli Axhës është më i vjetër, doktori, që qenë ushtarë në Prishtinë. Dhe ai na i përcjellke live, si të drejt për drejt. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Po të më lejosh të marr 2-3 minuta, nuk e përmenda rastisht 81. Gjeneratat e reja që nuk jam unë kundër, duhet të ecim përpara. Dua vetëm të i përkujtoj se nuk duhet shkuar një jetë as politik kret ose asgjë. Duhet mbi ndërtuar situatat. Unë vazhdoj të mendoj se viti 81, njerëzit të cilët e kanë organizuar, që kanë pas pasoja për asaj, do është ta janë më meritorët të zgjimit kombëtar shqiptar të Jugosllavisë.